Zhaku dhe Kostiana, Zhaku nga opinioniste në konkurente, Okej. Po më duket e për normale, se opinioniste, you know? Po si do duash ti shpirt, më një që do vë. O, zot, se si më duket nga opinioniste në fermere. Nejse, si ju duket Kostiana dhe Zhaku, ju pëlqejnë? Cila ju pëlqen më shumë, juve, Kostiana apo Zhaku? Për të mbrojtur situatën e Dhe më thoni pak tani... Sigurisht në këtë pikë lojës është mirë të hysh krah personit që është deri diku i preferuari i publikut, por unë jam shumë kurioze të shoh nëse do jetë kështu vijshmëria, sepse Po thoja, ju duket normale që Zhaku nga opinioniste po hyj si konkurrente, pra si fermere, apo... Kostana se si do vijoj, pra nëse do vazhdoj të jetë një fan Mua s'më duket normal. Ja pra miq, ja ku jemi live. We love you. Sending love to everyone. Vetëm dashuri, dashur mbrapa. Ja pra miq, ja që ndodhë gjatë publicitetit. është e vetme që ka jastëk. Ja, ka jastëk. Le tani vjen edhe vesh këpucët. Televizioni është një mashtrim miq, mashtrim i bukur. Ore krijon komfort për veten time, si Po. krijon ti. Krijon komfortin për veten, si krijon. Komfort. Ja, pa grim, pa këpuc, pa atlet, kështu, taka. Ja burri uj. Ja dhe Arbana. Edhe unë të ferma kam pasur sinjale, më dërgon të e një bitë me Sara Kolamu në disa veshe. Edhe Sara ka patur sinjale, po... Okej, kam përdor, kam përdor. Po si ju duk intervista post fermës e egresës? Meriton të të rrinë të më shumë, më të goni. Zdo po, kuq plak. Fermieri që largohet me një herë është Adioni.